këtë kampionat. Artan, ti sa po ke kotin ndjekësh ndeshjet? Shto, dikur kam pas ma shumë kohë dhe ma shumë entuziazëm me shiku kampionatet, edhe nuk e di pse më doket që atëherë dhe lojtarët ju kanë më të mirë, se sa që janë sot, edhe kombëtarët ju kanë më të mirë se sa që janë sot. Po e kam shiku disa ndeshje. Disa ekipe... Shpranoj që edhe ti ke qenë ma i lumtur kurse marrë me politikë. E vërtet. Edhe shumë ma i fokusum. Po që të unë ndryshimi nuk ka qenë i madhë. Do më thonë, prej mesit në futbol, ku më kalu të mesin politik të ashtë më thaqë, kështu që qatë, abëden. Po, e kam shiku edhe... Se ashtë në thashtë e cilësën si mesin e politikës, sa? Po, pa tjetër. Pse, cila është arsyeja? Po shumë arsye, do më thonë që zotë të thashë nuk kanë njoft humbje, bile kur humb kë kombëtarja Kosovës, thoj ke nuk e di pse po më vjen i nati që po hub, më thësha, ndërun po s'ke hub korë për që ata. Do më thonë, si e mësuti me hub. Po, qashtë e kanë cilësu, si mesin e politikës, po e kom shyrë disa ndeshje, unë për vetë jam me Hollandër, mu pëlqen futbolli i mirë, unë pëlqen shkollat e futbollit në Hollandë, vetë, kum lujt në Gjermani edhe në Hollandë për të ligat e ulta, po futbollin e kam pasion, sa të ndeshja më pëlqej shumë me Egjiptin, dhe mu, sidomos këtë kampionat që kam ka befastu, kanë qenë disa kombëtarë për cilat nuk pret që performojnë mirë, po kanë performuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe ka qenë kënaqësi shumë e madhe me i shiku. Okej, me kë je